Fjala ibadet është më e gjonë se na që e kuptojmë. Për shkak se ne kur themi ibadet, me njerë në shkon me një namaz, në agjerim, zekat dhe haqë. Ndërsa ibadeti është më i madh se sa ne atë që e kuptojmë. Ibadet është atë që Allahu Azza wa Jall e pohoi në Kur'anin Kerim dhe tha: Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj namazi im, adhurimet e mia, jeta dhe vdekja jon është për Allah. Pa çdo send që lidhet me jetën tonë është ibadet. Nuk është ibadet që vetëm ne të përkushtohemi në xhami e jashtë xhamisë, të harojmë marrëdhëniet, rregullat që Allahu Azza wa Jall na porositi në Kur'an dhe Sunet. Për atë Ibn Taymija definoi ibadetin dhe tha: huwa ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Ibadet është emër i përgjithshëm që e përfshin çdo send që Allahu Azza wa Jall e don dhe e pëlqen, prej fjalëve dhe veprave, të brendshme të zemrës dhe të jashtme të gjymtyrës. Pra çdo fjalë dhe çdo vepër, qoftë e zemrës, qoftë e gjymtyrës, që Allahu e pëlqen, që Allahu ka urdhëruar që ne të gjendemi në ta, është prej ibadetit. Por dhe ndalesa që i kanë ndalu Allahu Azza wa Jall, për shkak se janë të dëmshme që nuk i pëlqen Allahu, është ibadet. Pra atë Allahu ka thonë mos i thuaj prindërive as uf. Pra respektimi i tyre është ibadet të Allahu Azza wa Jall. Pra ibadeti është më i madh se sa atë që ne kuptojmë.